Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la udwana illa ala dhalimin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falënderimi i takon Allahu dhul Jalal, ndërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Me konë që na vet dikush, pse be ju mani Ramazan? Na shka i thojna? Na i thojna mojnë në Ramazan për atë arsye se Allahu dhul Jalal na ka obligu me Ramazan. Ku ka obligu? Po në Kur'an. Allahu dhul Jalal po thot: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët i keni zonë besë Allahu dhul Jalal, ju është bën farz juve Ramazani, sikur shka ju ka bon farz umeteve shka e kanë për para neve. Edhe me qëtë laf të Kuranit na e kena për obligim me agjinu. Edhe inshallah e kena agjinu mujnë Ramazanit, e kena falë taravih, e kena mri inshallah natën e kadrit, edhe inshallah Allahu dhul Jalal na ka shpërblyje me shpërblim të shumë të madh. E zakonisht kur njeriu agjinon edhe falet, edhe lexon Kur'an, edhe jep sadaka, edhe shtron iftara, edhe ban dosene, plot afton shka i hin pak vetja në begeni. I hin pak vetja në begeni. Dhe me ke që unë sa musliman i mirë, a ki këshia jem musliman i shkëgërdaft. Veç e emni ko musliman, s'ka pi islamit kur gjo heq. Na vjen shejtani ka dhe njëherë, që shtu na ban vezvese. Për këtë arsye pra, na në fund Ramazanit, shumë do të me bo estakfirullah. Me thonë estakfirullah. Për shka? Mos me morë vetin mësysh. Se ma keq se me morë vetin mësysh nuk ka. Inshallah Allahu dhul Jalal na ruaj. Po krejt ibadetet, po thojnë dietarë çka muslimani i ban, në fund duhet me lip falje për Allahu dhul Jalal. A thamna që kur të falsh namaz, masi thu Esselamu alaikum wa rahmatullah, Esselamu alaikum wa rahmatullah, çka do të thonë? Smaku bile 3 herë Estakfirullah. Masë ne përmendëm që ka disa qytete në Shkup, këto në Maqedoni, të cilat muezini ban istikfar. Që të nërë se kena tradit me bëhaptën, ama që në gosivarë me shkue, ato para se me bëhë të spit, thojnë njëherë Estakfirullah, masë ne thojnë Allahumma ente selamu wa minke selam. Këta e kanë për hadithet për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po edhe në haq ku të shkojsh, kur të asosh haqin ketë, duhet me përmenë Allahu dhul Jalal. E të përmendja Allahu dhul Jalal qka është istikfari, me bojnë istikfar. Po edhe Ramazan ku të mojsh, do thot, ke mojt, elhamdulillah Allahu dhul Jalal të ka mundësue, po e kena bojnë me në kësandëk, e kena bojnë me mangësi, si e kena dhonë hakin të amën sa dohet. Herë jemi falë me gjemat, herë pa gjemat, herë ku i kena falë 4 ku, 8 ku, 12 ku, do thot, i kena bo në aksan dhe që plëta për të. E për atër që jetë në fund, Ramazanit duhet me bo istikfar. Pse duhet me bo istikfar? Për atër që jetë se, po du me lexu një ajet, këto, shka është i lidh me Ramazanin, këto ajetet. Thot, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Se njeri kur të vetë për Allahun dhul Jalal, le ta din se Allahu dhul Jalal është ngat tina. Ngat. Ajo kujtohet një herë, do thotë kena pas shpjegue për hadithin e Gjibrilit, hyjtve. Kur ka ardhur Gjibrili te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formën e njerit, edhe i ka parashtruar shumë pyetje. Një prej pyetjeve është çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani, kur kanë më bëu kiameti. Do thotë që haditha shumë i njohshëm.
këtë librat e hadithit e përmenin. E kur vetë çka është ihsani, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, en ta'budu Allaha ka'annaka tara. Mi bëj ibadet Allahit sikurse me pa. Po nëse ti nuk mundesh me pa Allahun, ndihet që Allahu dhul xhelal shef. A këtu çka po thot, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të vet robi jam për mua, thuj robi tem se unë jam shumë afër tina. Do thot, na këtë Ramazan që e kena bo për hir kujna, për hir të Allahu dhul xhelal, edhe Allahu dhul xhelal është shumë afër neve. U gjibu da'wat e da'i idha da'an. Edhe une ju përgjigjem robit tem kur ai më lutet. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Le të kthehet te Allahu dhul xhelal, edhe le ta beson Allahu dhul xhelal, la'allakum yarshudun, se ndoshta kanë më konë, do thot për atinve që ka Allahu dhul xhelal i ka uzu, i ka uzu. Ibadetet, krejt do thot lashka i bojna, në fond, për dëshka me kërku falje për Allahu dhul xhelal. E falje qësh është? Estagfirullah. Këtë e dina përmensh. Estagfirullah. Kjo është një lloj istikfarit, të cilën se cilën ditë të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit në zikrin e vet me thonë estagfirullah. Sabah, estagfirullah, ka sa ka po, ka 70 herë, ka dhe këndon, rivajete janë të thotë ka 100 herë, estagfirullah. Ose, estagfirullah wa etubu ilej. Edhe këta e dina këtë përmesh, estagfirullah wa etubu ilej. Ashtë për dhikreve shumë të forta. Ose me thonë pak më gatë. Estagfirullah, el adhim, el kerim, el ledhi, la ilaha illa hua el haju el qayyum, wa etubu ilej. Kjo pak më gatë. Estagfirullah, el adhim, el ledhi, la ilaha illa hua, ashtë pak më gatë. Ose me kënue sejidul istikfarin. Sejidul istikfarin i cili është zotnia i istikfareve. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, edhe a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kjo është zotnia i istikfarit, që nëse e thot njeri mrena ditës që ta edhe vdek që atë dit, hinë gjenet, për nëse e thua mrena natës, edhe vdek që atë natë, hinë gjenet. Për shka? Sebepise e ke shprej besimin tanë ndaj Allahu dhul xhelal. I ke thonë, o Zot, ti e krijuesi jam, unë jam robijat, edhe unë e pipranoj ke gjunohet që ka i këmba. O Zot, për falti ato. Edhe nuk ka, do thot, njeri ma të mirë se qaj i cili kërkon falje për para Allahu dhul xhelal. E na pra dohet me kërku falje, po jo veç për veprat e këqija, po edhe për veprat e mira. Edhe për veprat e mira do të me kërku falje, se ndoshta suni kina bohe ta manë sa dohet, edhe suni kina netën Ramazanit ta manë sa dohet. Për këtë çështje pra, Ramazani në fund, çka ka? Ka sadakatul fitr. Sadakatul fitri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është nxjerrë me ushqim. I kanë bërë një par grushta, hurma, ja, kalamoqja, thekën, ja. Çka kanë pasur ato që i kanë përdorë në atë kohë, edhe që ta e kanë dhonë sadaka kujna fukarave, kur në fund Ramazanit, ditën e fundit ose para se më falen Bajrami. Për shka që edhe fukarat me pas shka më hangër në ditën e Bajramit. E mësë me pas nevoj fukarat dhe thot mi lipen ndani kujna. Edhe kjo dhe thot është vajib për secilin musliman edhe musliman. Po
Ka dalë dunjo, s'ka dalë dunjo. A ka shpirt, po. Me kanë se gruja, për shembull, është me hyzër, baba e qatina, gjalli, që ka e ka djallin ja qikën, do thot, në barkin e shoqës vete, edhe për ata do të me dhonë sadaka i fitr. Unë, për shembull, i kam, thojna, 4 antarë, edhe i kam shoqën me hyzër. Për sa do të me dhonë? Për 6, për vetin një, për 4, shkanë atë, sa përbojnë 5. Edhe për ata shkanë në barkë ati, 6. A i kemi qanë. Jo, do thot, me mërien qatë deregje, që muslimani do thot, se ka gjinu hiq Ramazanin, se ka gajli hiq, a me dhonë së dhe ka i fitrin, a me pagu Ramazanin, a mëse pagu. Allah i në rujtë, të këtanë. Kur të mërin muslimanin qëtë deregje, mësë me pas gajle për me pagu Ramazanin e vetë nëse s'ka mujtë ma gjinu, atëherë ma, qëtina ju ka dopsu bataria imanit ketë. I ka ra më në bandash. E këta, për me dasht me kallën, do të me morë një kërë qetër, me javnu klemat edhe me thonë, hajde vreglate. A pëtën si ki ma, ka ra në patos. Po, na qka, dohet me agjinu. Edhe do të me dhonë së dhe ka e fitër. Po dikush i cili s'ka mujtë me agjinu, a ka qef gjënoj me agjinu, atëre dohet me pague Ramazanin e vetë. Për se të në ditë, dohet me dhonë ka një fitër. Për se të në ditë. E sa është sasia e fitrit, të folna me matematika tona këto. Mështina ka arabta gjë, me folë për hurma e për senet të cilat i përdojnë arabë. Te na, shka përdojrët ma shumë? Mili, apëtën. Te kines përdojrët ma shumë gruni, apëtën. Ama na, si të kena buk me hangër, ta man i kena punë. Ama me pas, shka mos, mish me pas e sen, as ka buk pa djava, në logaritën që s'kena hangër buk. Pse që ashtu e i në mësuna, apëtën, dhe thot, na i kena. Buka për shka i të bëhat, për milit. Dhe thot, sa ka një ushqim, një ditori, një njerit, me konë se a ke dhonë, dhe thot, 2 kile gjisë milat, sa 3 kile për afrësisht, dhe thot e ke pagu e ti fitrin tanë, a mërësh. E në basë e sajna 2 kile gjisë, 3 kile apo i tënë, atëherë djetartë mundohen me kalëzu se sa është sa dhe ka e fitri, 300 dinara, 400, 500, dhe thot. Ama ti e ki për obligim, për se që në ditë shka s'ke mujtë me agjinu, do është me dhonë një sadaka. Për afrësisht, 3 kile milë. 30 ditë, ka 3 kile sa bojnë? 90 kile. Faktikisht do thot, i ban 100 kile milë, edhe jep një fukarajës, edhe ti je i pasht me Ramazanin tanë, pse se ti e ki bindin që du të ma gjinu, po s'mun është ma gjinu. Po shka është, hala me e ki që se kjo. Dikush gjënohi, ka qef ma gjinu. Ka qef ma gjinu. Po s'munët ma gjinu. Po leqin s'munët ma gjinu. Po edhe menja më i ka shku. Nuk e di heq ashtë Ramazana, Bajrama, Kurbana, shka ashtë apëtën. Do thot, s'pedi, a kini mërinë që si, ka që si pleq. Apëtën. Do thot, ka mërinë. Ku të mërinë muslimanin që si të regje, atëherë pra, kush do të më konë kujdestar për atë smutin, ama për që ta shë e ka shku minja, gjalli vetë, ja, qika vetë, ja, gruja e vetë, apëtën. Pse ma, a i se ka mene, ama gjalli vetë mene e ka të manë. Ka dalbe se baba si vjetë s'ka mujtë me agjinu edhe t'ja paguj Ramazanin. Që kja babë të manë, që kja gjallë të manë, apëtën, e cili kujdeset për babën e vetë. Se e rifi më paskon të manë me menë, edhe të manë ishdosh, a e kishtë agjinu, po s'ka mujtë e rifi, se ashtë, dhe thët e ka kapë mos, qka i thëjna se skleroza, po s'mundi, qka s'manë menë. E atëherë pra, e vladi, dhe thët du të më konë qaj, i cili kujdeset për Ramazanin e tina. E na, për shemull, këtë nuk jena të sprovum me këto sprovë, ama ka dikush, shka ka në familjet vete, shka ashtë i sprovum qështu. E isha Allahu Gjilal, i ndihman.
kush duhet më të thotë më konë qaj, i cili duhet më kujdes për këta, domaçini i shtëpisë, se ti je domaçini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Po thot Allahu dhe Gjelal Kur'an, burrat janë përgjes të grave. E te grave do thot kush hin edhe fëmija atë hin, apëton. Do thot ti je përgjes për gruin edhe për fëmijët. Sikur për shembull te na në ndërven, për shembull, kur nuk dvetin tije, qysh i ki gruin, po qysh dvetin që i ki fëmijët. Ama te fëmija hin edhe gruja. Na shkajna pak ma gjeloza, apo këtan. Ama në islam, te gruja hin edhe fëmijët. Te shqiptari, te fëmijët po hika edhe gruja. Apo jam i qartë apo jo. Për që të shka i obligum me i majtë, edhe mi dhonë bukë, edhe mi mlu edhe mi vesh, edhe mi math, ka kështë për obligim dhe thot me dhonë edhe sadaka i fitër për ta. Inshallah Zotit dhe thot në banë pitinve. Ama, ditën e sodit, gru janë punë, gjallë janë punë, qika janë punë, apëtën, nëse të thot a i punon, edhe ka kuletën e vete, atëherë a i do të më kujdes vetë për Ramazanin e vetë. Ama, nëse nuk kanë punë, nuk ka kuletë, edhe ashtë nën rahmetin tanë, mëshirën tanë, atëherë dhe thot do është më kujdesin edhe për sadaka e fitër. Ashtu që dhe thot istikfari e sadaka e fitri e disa vepra qera janë pi punëve të cilat japin me kuptu që Ramazani jem do të mu në gjitë për pjetë. Pse se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmen hadith, ka thonë Ramazani med i vardë, mes tokës edhe i qilë, i vardë, a di që ka në thonë i vardë, kur e vardë një sene për ta? Te këtere të sa mos të adhasa dhe ka i fitër, kur të adhasa dhe ka i fitër, që atëherë Ramazani qohët për pjetë, ngritët, ta i veni vetë. Edhe masënina ka ardhën hadithet të cilat në kanë kalëgju se sa dhe ka i fitëri, do të më konë te këtere të sa mos falet bajrami. Ama si da vëndësh, atëre më nuk kanë sadaka i fitër. Atëre është sadaka pi sadakatëve ndryshe. Po, na shka do të me ditë? Ti do thot e ke dhonë. A mërvesh, e qitë ti për vetit. Aj ka shpërdo hala qeru, aj është që tërsen. Pse se, për shemull, ka shoqata, ose ka bashkja islame, ose ka, do thot, dikush i mledhë sadakat, na, i mledhë na këtu të gjamia, i kena blokët. E qëta i ti i ke dhonë që të pare, ama ato pare do thot nuk hargjitëm një herë. Po, mujnë e parë e paguin për shumë me drezën, mujnë e dytë do thot e paguin mishin, mujnë e tretë ujnë, mujnë e katër strujën, kryesorja ti e ke heken për vetë vetit tanë. E hajë masëni kur e hargjon, do thot ashtë puna e atina organizatorit që ka i mledhë. E për këtë çështje do thot duhet na me bon jetën. Ka për këtën edhe me mujt me i pastruhe me i pastruhe para se mu falën bajram. Inshallah Allahu dhul Gjelal na i pranon. Po ashtu do thot pe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ashtë që kur sosët Ramazani me që të këbire edhe zakonisht me këtu të këbire kur të dojna me shkue në bajram. Pishpijës, nisës edhe nuk banë muhabet, po qënë të këbire. Qështu, Allahu Ekber, la ilaha illa Allahu Ekber, wa lillahi l'hamd. Për shembull, Hasani e ka nga të shpijin këto. Një heri qënë të këbire dhe jenë të gjamia. Ama Bedrija, për shumë, dhe ka larë, do të mi thonë 20 herë të këbira të rësat vere të gjamia. Dhe thotë se cili shka i ka shpijin e vetë, dhe thotë pite shpija, të këtërë të kur jenë gjami, ashtë sunet me që të këbirë, për shka me madhnu Allahun dhul Gjelal,
i cili ta boni nasib me sosë Ramazanit. A i sa njerëzi për shembull si vetë kanë ndekë në Ramazan, plot gjenazë kena pas. A i rifi ka pas qef edhe i me agjinu si na, ama si ka thonë Allah i imër, ja ka morë shpirtin. Ama ti Allahu Dhul Gjelal po ta plotëson nimetin. Se Ramazani është nimet në vetë. E ti Allahu Dhul Gjelal të ka dasht, ta ka plotësu këta. Në fond pra, do të me që istikfar, do të me dhonë sadaka e fitër, me madhnu Allahu Dhul Gjelal. Bile, na për hadithe buka që kur të vish në gjami, me ardhën ka një udhë, po kur shkojsh të shtëpia me rrotllue udhën. Mos me shku ka që e njëjta udhë, po me shku ka qetra udhë. Kjo është për sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që na do të bëjmë shumë të lumtur edhe shumë të gëzuar që Allahu Dhul Gjelal na ka dhënë shëndet mas paniherë me agjinu. Edhe Allah i na ka dhënë jetë për mi dalë në fund. E inshallah Allahu Dhul Gjelal është i kënaqur me ibadetet tona. Është i kënaqur me Ramazanin ton, është i kënaqur me Taravihën ton, është i kënaqur me namazin ton, është i kënaqur me sadakat tona, është i kënaqur me Kur'anin ton. Pse? Se plot njerëz i ka shka kanë bë hatme. Plot njerëz i ka shka kanë pastru mallin e vet. Plot njerëz i ka shka kanë agjinu. Plot njerëz i ka shka kanë bë iftare. Plot njerëz i ka të cilët kanë bë vepra të mira. Edhe çdo veprat e mira na mojnë neve gjallë vëllezër. Ama kur të hupën këto, atëherë hupmi edhe na krejt. Për këtë çështje pra duhet na me rujt Allahun e Allahun na ruan neve. E në veçanti nëse ban istikfar, Allahu Dhul Gjelal tron. Ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim, wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Po thot Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, Allahu nuk i ban azab musliman përderisa ti je gjallë o Muhammed. Muhammedi akonu do thot çka i ka mbrojt musliman. Ka hadithe që ka thot me konë që i del dhe gjalli, unë e kam ju mbrojt për dhe gjallin. Ama, kur ka shku pejgamberi alayhis salam, ne ka lanë mo istikfarin. E përderisa musliman bojnë istikfar, punë t'i kanë mirë. Allahu i ruan. Ama kur ta hupin istikfarin, atëra mo hupët bereqetin. Inshallah Allahu Dhul Gjelal nuk e ngrit istikfarin prej veprave edhe prej punëve tona. Për këtë çështje pra duhet me madhnu Allahun Dhul Gjelal, çka na ka dhënë këtë mundësi. Lusë Allahun Dhul Gjelal në e falë gabimet, se nuk ka njërë pa gabime, po ma i mirë është ai i cili kërkon falje për gabimet e veta. A Ramazani është një pi sebepeve për me na pastru Allahu Dhul Gjelal. Inshallah Allahu Dhul Gjelal na ka pastru. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.